vetën shoh që ka mungesë profesionalizmi apo dashakesie ndoshta nga policia, sepse kemi të paktën 6 ditë që kemi civila që na ruajnë, na fotografojnë, na filmojnë, na rrinë afër, të infiltruar kemi zënë, që rrinë afër, fotografojnë edhe kur blem një paketë cigare, fotografojnë lekët me idenë që të na prishin imazhin nesër që ja si qarkullojnë lekët. Kemi media me emisione investigative që po na rrinë afër me kamera trupi edhe me çimka që të zbulojnë kush është ky investitori i madh i asaj fonie modeste. Kemi civila që na kërcënojnë edhe në rrjetet sociale. Pse ma ke nxjerr foton, thot njëri prej atyre. Po të më rish me telefon të hunda gjithkohës, normal që do ta nxjerr foton. Se po më intimidon në një vend publik. Pra ti je në vend publik, lejohet me më filmu mu, po unë nuk u lejoha me të filmu ty. Pra kemi edhe nga këto. Është e vërtetë që ka pjesëtar të policisë që po e bëjnë punën më së miri, ku kemi edhe grupe radikale në protestë. Të këtë nuk e mohojmë dot. Patjetër, se mes turmave përfshihen lloj tipash, lloj shërbimesh, lloj informatorësh, gjithçka. Që na thonë edhe që ne jemi aty edhe për të ruajtur ju që po ju kamarierët e protestës të jeni të sigurt sepse mund t'ju bëjnë diçka dhe mund të shkojë keq. Jemi falëndërues, por ju kemi kërkuar vetëm një gjë, të jeni bashkëpunues. Për shembull, një kamerë sipër kryeministrisë, në informacionet e fundit që na kanë ardhur, bën identifikimin nëpërmjet fytyrës, emër mbi emër të njerëzve që janë protestë dhe ju shkojnë edhe ju bëjnë paralajmërim për heqje nga puna. Këto pastaj janë një nivel inati që degradon protestën dhe nuk do ishte mirë që shteti t'i përdorte këto gjëra, sepse besoj e ka kuptuar që njerëzit janë gati të lënë edhe punën, edhe të na bashkohen, dhe unë besoj që një thirrje e bukur për sot është linja të antimitingun atje me urdhër, edhe bashkoni këtej se është më e bukur kjo protestë.